vjen lajmi që dhe djali tjetër ndroi jetë atje. Dhe ky me sa duket e kuptoi dhe që në atë moment uli kokën, nuk pranoi të ushqej dhe i mbas 2 ditësh përfundoi dhe ky në eksitus. I referuan prindërve për të bërë 1 ose 2 stade operacionesh. Prindrit nuk pranuan, nuk e di pse u ndodhën dhe nuk pranuan. Ndërkohë asaj kaloi koha dhe ajo u bë disa vjeçe. Por ndërkohë vajza rëndohej. Dhe deri në moshën 10-12 vjeç, ajo, se nuk operohej më pas. Vajza e vogël, 14 vjeçja, pas disa muajsh ndroi jetë, ndërkohë e madhja u vunën mjekim e tjerë, po ishte më aktive, punonte, kur më pas dhe ajo mbas disa kohësh ndroi. Ndërkohë shoh që fëmia ishte blu dhe ishte në shenjat e insuficiense kardiake, po ishte drejt fundit. Dhe menjëherë në asistencë kuptohet se u bë me oksigjen, shkoi në sallën e kardiokirurgjisë, fëmia u operua dhe sot është një fëmijë normal. Tani tha doktoresha do të them një fjalë, tha unë jam bërë mjeke vetëm prej teje, tha. Sepse të kam pasur ty si shembull gjithkohën, nga që kam parë kujdesin që ke treguar ndaj vllajt. Në fakt kjo më dha një kënaqësi shumë të madhe për hir të së vërtetës.